I dyshuari më i ri rastit të Koçanit është edhe pronari i objektit, në të cilin humbën jetën 59 persona dhe rreth 200 u lënduan, kryesisht të rinj, ndërsa dhe 3 të tjerë vdiqën në spital për shkak të lëndimeve. Prokuroria Themelore Publike ka bërë me dije se ka zgjeruar hetimet për tragjedinë e Koçanit dhe ka njoftuar se pronari i objektit është përfshirë në hetime sepse ai gjithashtu dyshohet si bashkëpunëtor për krime të rënda kundër sigurisë publike. Ndaj tij, prokuroria i ka propozuar gjykatës së procedurës paraprake që të caktojë masa kujdesi. Sipas njoftimit të prokurorisë, pronari i objektit i ka ndihmuar pronarit të diskotekës që objektin ta shndrojë në diskotekë pa asnjë leje adekuate, madje duke kryer aktivitete ndërtimore disa herë për 13 vite radhazi. I dyshuari, si pronari i objektit, ja ka dhënë atë me qira njërit prej të dyshuarve të mëparshëm, pa bërë kërkesë dhe pa marrë miratim nga organi kompetent për shëndrimin e objektit, së bashku dhe me marrëveshje të pronarit jo formal të dyshuar të subjektit juridik, ai në data të ndryshme edhe në disa raste gjatë periudhës nga viti 2012 deri në mars të vitit 2025 kanë ndërmarrë aktivitete ndërtuese. Kështu pronari ka marrë pjesë në shëndrimin e objektit në mënyrë të paligjshme nga qëllimi G3, shërbime dhe infrastrukturë trafiku në qëllimin B3, njësi të mëdha hoteliere dhe ka mundësuar funksionimin e paligjshëm të një aktiviteti hotelierik diskotek, kabare në objekt. Gjithsej hetimet për këtë rast janë duke u bërë ndaj 68 personave, inspektor, kryetar komunash, ministra, pronar, si dhe ndaj 3 personave juridik.